Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Po e përjetojmë shumë keq. Burri i Sarës thyen heshtjen. Ka diçka për të thënë edhe për mozën. Darti Malaj, bashkëshorti i Sarës, ka folur për herë të parë gjërësisht mbi rrugtimin e saj në fermë. I ftuar në një emision, pedagogu ka ndarë prapaskenat e bisedave para hyrjes së Sarës në reality show, si dhe ka ngritur një shqetësim të fortë lidhur me bullizimin dhe gjuhën e urrëties në rrjetet sociale. Ai u shpreh krenar që Sara ka arritur të ruajë karakterin e saj pa u tjetërsuar brenda lojës. Ai zbuloi se para se ajo të bëjë pjesë e formatit, kishin diskutuar mbi mënyrën se si do të pozicionohej. Ne kemi biseduar disi edhe për mënyrën se si ajo do luante, ose se cila anë e karakterit të saj do të ishte më dominante aty. Kërkesa për protagonizëm është një gjë që ajo kërkon dhe e bën natyrshëm. Në lojë, nga fermerët e tjerë nuk pëlqejet shumë kjo gjë. Shpjegoi ai. Për të lojës, Darti ka prekur një temë mjaft të ndjeshme, impaktin e komenteve negative tek familjarët jashtë. Ai theksoi se të dyja familjet po e përjetojnë shumë keq situatën dhe i bëri thirrje të fortë njerëzve pas tastierës. Gjithashtu, ai cilësoi skandaloze gjuhën e përdorur nga gra dhe nëna në rrjet për peshën e saj. Këtë fenomen ai e lidhi edhe me dinamikat brenda shtëpisë, duke përmendur shkrimtaren Moza Ahmeti, e cila ka qenë shpesh në qendër të debateve me Sarën.